Të nderuar miq, do të flasim për rastin e vrasjes së gjyqtarit Astrid Kalaja ditën e djeshme. Të ftuar kemi zotin Erald Aga, avokat. Erald, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje. Çfarë mesazhesh duhet të nxjerrim si shoqëri, por edhe institucionet nga kjo ngjarje? Ndoshta kam arritur kulmi me mungesën e drejtësisë se kemi kaluar te vetgjyqësia, apo ishte vetëm një rast ky që nuk mund ta përgjithsojmë? Sepse ju jeni çdo ditë në dyert e gjykatave dhe të prokurorisë, duke nisur nga siguria, por edhe te hallet e problemet e qytetarëve dhe mungesa e zgjidhjes për një kohë gjatë. Atëherë, e para herë është që akti është i rëndë, pavarësisht sepse gjykatat mund t'japin vendime pa drejta ose nuk bien dakord me vendimet e gjykatave, nuk të duhet që të bëjmë vetgjyqësi apo të vrasim personin që merr një vendim, duke qenë që ka të gjykata më të larta. Thënë këtë, si parantezë që dënohet akti, ajo që duhet të kemi parasysh është që në momentin që ka një akt kriminal apo akt terrorist, si në rastin konkret që është një akt i rëndë kriminal, do duhet hetohen shkaqe. Jo thjesht të merremi me vrasësin, se vrasësi e ka pranuar fajin, është diçka e kryer e mbaruar kjo punë, po duhet merremi me shkaqet. Cilat janë shkaqet, pra që parandalojmë në të ardhmen një akt tjetër të tillë. Cilat janë shkaqet që e kanë shtyr personin në fjalë. Nga sa është dëgjuar, pra duhet marrë nga fillimi, nga gjeneza, pse ky qytetar u revoltua kaq shumë që kryu një vetgjyqësi. Sa i përket gjykatave, është pikërisht ajo që ne e themi shpesh edhe si avokat, që po jashtë mendimi shumë avokatëve të tjerë, që gjykatat sigurinë e kanë të dobët, minimale fare, minimaliste. Kushdo mund të gjykat, lishëm, me siguri minimale. E dyta, ndryshe nga spaku ku të heqin dhe rripin e pantallonave, këtu mund të hyjë, mund dal kushdo kurdo. Edhe në spak, ai që ka planifikuar diçka për të ndërmarrë një nisëm terroriste, kriminale, e bën edhe të spaku. Edhe në spak me që ka atë kontrollin që të gjerë të rripi dhe vend celularin aty të ato raftet. Nuk është problemi kjo. Është ai që e ka ndarë mendjen do ta bëj. Mos në stad gjyqit, ta bëj jashtë gjyqit, ai që e ka ndarë mendjen. Pyetja vazhdon më tej. Pra kemi siguri minimale në gjykata. Kemi pas reformës në drejtësi nga viti 2016 deri më sot, kemi zvarritje të proceseve dhe njerëzve ju ka alitur nervat. Njerëzit nuk kanë më nerva, nuk i mbajnë më nervat, nuk i mban më shpirti. Ke për shembull pensionist 60-70 vjeç që kërkojnë drejtën e pensionit në gjykata dhe vdesin gjatë gjyqeve. Kemi qytetarë që i zjat më përpara vdes se sa merr vendime dhe kalon te trashëgimtarët dhe ka ca gjyqe që vdesin të trashëgimtarët në procese gjyqësore, sepse është bërë llahtar. Reforma në drejtësi është llahtar për qytetarët. Ajo reformë që e donin ai shumë. Sot qytetarët, po të shikosh në komente, janë që është shumë e habitshme në gjyqin popullor. Sot, nëse do ishim në Amerikë, personi vrasës nuk do dënohej sipas juristë në Amerikë, sepse gjyqi popullor në komente që lexoje për vrasësit ishin gjithë pozitive. Pra thoshin mirë ja ke bërë, që është edhe kjo një çmenduri tjetër. Pra nuk funksionojnë sistemi gjyqësor, nuk funksionon siguria. Gjyqtarët kanë vendime ca të drejta, ca pa drejta që nuk bien ndesh me praktikën gjyqësore, që krijojnë një konfuzion të qytetarëve dhe nuk dinë çfarë bëjnë. Vetë shteti, pastaj kalojmë tek hallka themelore, vetë shteti ka dështuar në ligjet e pronave, sepse kujtojmë që ka disa ligje pronash, duke filluar me ligjin 7501, me ligjin e kthimit kompensimit pronës, me legalizimin, me ligjin e kadastrës, me ligjin për kalimin përfundimtar të pronës, pra 20/2020-s, ka bërë një sër aktesh në ligjore, me ligjin e shpronësimit, dhe të gjithë këto 5-6 ligje bashkë me mira akte në ligjore kanë krijuar mbivendosje që edhe vetë gjykatat janë të çorientuara se kush e ka të drejtën, kush ligj prevalon mbi një ligj tjetër. Pra është dhe vetë politika. Dhe nga ajo që kam dëgjuar, se nuk e di sa e vërtetë është në rast në konkret, personi fjalë pretendon që ka kontaktuar policin për të zbatuar ca vendime gjykatash, ka pasi përmbarues gjyqësor, bashkinë, pra s'ka lënë institucion shtetëror. Madje kishte dalë edhe në media për ta trajtuar lajmin dhe nuk ishte marrë, pra ishte si një akt i paralajmëruar, kur asnjë institucion nuk ka vepruar. Dhe sot të gjithë këta drejtuesit,
më shumë drejtuesi, se populli verdiktin e vet në mënyrë absurde e ka dhënë në komente apo në reagime sociale, por drejtuesit sot merren vetëm me momentin e vrasjes. Ndërkohë nuk merren me shkaqjet dhe të pranojnë fajin. Ku sot kryeministri dhe ministri i drejtësisë bashkë me ministrin e brendshëm duhet të jepnin dorëheqje për këtë akt, sepse kanë qenë në dieni qeveria shqiptare, ministra shqiptar, po madje edhe para një viti dëgjova një emision tjetër pa përmendur emrin e emisionit, ishte përmendur dhe kryetari i bashkisë Benet Beci, që ishte ndjeni këtij fakti. Pra, shto këtu edhe reforma e gjykatave, gjykatat e apelit i mblolli tani edhe do të vinë nga Shkodra apo nga Vlora, përveç stokut, edhe disa gjyqjeve brenda ditës, edhe vonesat. Edhe nerva dhe rrugë. Patjetër, po ishin rreth 36 gjykata rrethesh, pra në qytete dhe u zvogluan diku te 16, pra gati gjys për gjys. Ishin 6 gjykata apeli civil dhe penal dhe u reduktuan në një të vetëm. Ishin 3 gjykata administrative u bën në 2, vetëm një. Pra, e kupton çfarë po ndodh? Gjithë ato dosje u mblodhën, kuadër të reformës drejtësi, kuadër për përmbushur ato detyrimet ligjore që një gjykatë apeli funksionon duhet të ketë x gjyqtar, shkrin gjykatat e tjera dhe i mblodhën në një dhe vet për shembull çështjet në apel të Shkodrës shkonin maksimumi në 1 vit, në maksimumi. Tani një gjyqtar në Shkodër duhet të presi 8 vite, 10 vite. Ju shtu Tiranës. Tirana priste 3-4 vite, tash do i shtohen, ju ka shtuar edhe gjyqjet e tjera, do të presi me 10 vite. Sot që të marrësh një vendim të apelit, do të presësh minimalisht 10 vite. Dhe kush e shpjegon këtë qytetarëve? Askush. Dhe qytetarët detyrohen pastaj të kalojnë në vetgjyqësi. Unë them që duhet një reflektim i thellë, duhet që vetë politika mos merret tani më me vrasësin, sepse vrasi e ka pranuar vetë që e ka bërë fajin. Pra, ka pranuar edhe nga imazhet që kanë dalë, ka pranuar me qetësi ka thënë policëve e kanë vrarë unë. Po, u dorëzoi ishte kreti qet. U dorëzua vetë. U dorëzua vetë dhe nuk ka pikë dyshimi kjo. Tani të merrem me shkaqe që të parandalojmë një tragjedi të radhës, se po morëm me vrasësin që si e bëri këtë akt, ta dënojmë, ta pushkatojmë dhe nuk kemi zgjidhur shkaqet, pra të gjejmë që ore, ka shumë të vënohemi për të marrë një datë gjyqi, ta janë gjyqtarët më të mirë, a ka një sistem, a duhet ribërë reforma në drejtësi? Unë mendoj që duhet bërë reforma në drejtësi. Kjo reformë duhet zhbërë dhe duhet ribërë një reformë në drejtësi. Kjo nuk është reformë në drejtësi. Tek ai perceptimi për gjyqtarët dhe prokurorët nga një pjesë e shoqërisë që ju e thatë pak më lart si të korruptuar, edhe më the thash, pra nuk është vetëm faji i tyre për ashtu raste të veçanta që mund të ketë, por edhe i sistemit që i ka ngarkuar përballë kësaj situate. Po vetë gjyqtarët dhe prokurorët nuk kanë kurajon të dalin përballë dhe thënë që reforma në drejtësi ka dështuar, nuk kanë kurajon që dalin dhe të thënë që jo, nuk marrin më çështje dhe shteti është në kolaps, o na shtoni prokurorët, na shtoni gjyqtarët, nuk i bën thirrje shkollës magjistraturës që të fusin më shumë magjistrat, apo të gjeni zgjidhje të përkohshme që të marrin gjyqtar apo prokuror të përkohshëm nga radhët e atë profesionistëve që kanë mbyll 10 vite fushën e drejtësisë, pra që të hiqet stoku dhe mos ngelet hetimi apo proceset gjyqësore në këtë fazë që janë, po gjithë skruken në ato zyrat e tyre dhe japin ca vendime si japin. Që po, edhe në rastin konkret ka pas faj dhe prokuroria, sepse ka shkuar sipas zotërisë fjalë, pra çfarë thua tash e theme në emisionin që kam dëgjuar që kishte treguar edhe dokumentat, ka kërkuar edhe hetim nga prokuroria dhe prokuroria e mbyllte, gjykata i thoshte prokurorisë e to dhe kishte 6 vite që prokuroria akoma nuk kishte marrë një vendim. E kupton ku jemi? Pastaj për të mos shkuar te tjetra që si mundet një gjyqtar të gjykojë 2-3 çështje, të bëjë 2-3 gjyqje në ditë, apo më keq që llome këshillimit mua më duket, ndoshta se unë e njoh nga larg, nuk e di, ju e dini më mirë, po si fast food, që mundet për 5 minuta ta shikoj një dosje, kjo kalon, kjo s'kalon. Pra një tjetër pa drejtësi. Do t'jap një fakt tjetër. Është një treshë gjyqtarësh në gjykatën e lartë në mënyrë rastësore një ditë thjesht hyra për ta parë, 3 gjyqtarë të gjykatës së lartë si trup gjyqësor, kur kishin ndruar radhët njëri relator dhe 2 antar, pra kishin ndruar radhët me njëri tjetrin, një relator, njëri tjetri, kishin gjykuar një ditë të vetme
125 vendime, 125 dosje. Tani në 1 tetorash, kush i gjykon 125 vendime? Se prandaj arrihet te vetgjyqësia, se gjithë e kuptojnë që 125 vendime, pra 125 procese gjyqësore, 125 dosje, me minimalisht 100 faqe, po them, nuk po them me 200-300 faqe, se dosjet janë më të mëdha, po me 100 faqe shkon 125.000 faqe. Ku i lexuan ata për tetor? Që t'japin 125 vendime. Kjo është një çështje që do mjaft për të trajtuar ore ditë tëra, por ndoshta si konkluzion për ta mbyllur nuk është se duhet merrem me probleme për shtuar një roje apo kush do ta marrë sigurinë tani në gjykata, por tek thelbi që ju thatë, tek stoku, tek reforma. Thelbi është reforma, thelbi është mosveprimi i shtetit. Pra, sepse qytetarët edhe kur arrin të marrin atë drejtësi, kur arrin të marrin atë vendim të formës prerjes gjykatës, kur vjen puna te përmbarimi gjyqësor, përmbarimi si privat si shtetëror, nuk mbështetet nga policia e shtetit, edhe kur ka dëshirën e mirë përmbaruesi gjyqësor për të vepruar, sepse edhe përmbaruesi gjyqësor janë kërcënuar nga shteti, kërcënohen nga administrata shtetërore kur shkojnë të ekzekutojnë vendime kundër shtetit, dhe duke mos u vënë dispozicion nga policia e shtetit në favor të përmbaruesit për të ekzekutuar vendimin, ngjet një vendim i pa ekzekutuar. Pra, një qytetar ka harxuar 10-15 vite apo 20 vite në proces gjyqësor, vjen momenti për ta ekzekutuar dhe nuk i ekzekutohet. Sepse ky shtet, i cili i dha këtë reformë, nuk mbështet më pas edhe ekzekutimin e vendimit. Të pastaj kalojmë vetgjyqësi. Pra, thelbi është një reformë e re drejtësie ku të përfshihen të gjithë aktorët dhe të jetë një reformë e thellë. Madje unë do thoya edhe kushtetuta duhet ndryshuar nëse ka vullnet, patjetër, dhe pastaj të jepet një drejtim. Se kështu, kjo është një vrasje shumë fatkeqe për gjyqtarin, por është e paralajmëruar, ishte paralajmëruar, i ndodhi këtij, mund të ndodhe një tjetër. Por si kjo mund të ndodhin të tjera, nuk mund të ndodhin më, supozojmë me gjithë sigurinë maksimale që do vjen në sallë gjyqi, por mund ndodhi jashtë derës gjykatës. Është e paralajmëruar qytetarëve sot, përveç atyre rrjeteve sociale që janë mbi 90% që është absurde që jam me autorin e vrasjes, por po të pyesësh nëpër dyert e gjykatave, të gjithë kanë një imazh të rrënuar për drejtsinë, kur nuk ishte kjo drejtësia që ju kishte premtuar. Me që jemi te paralajmërimi, Xhaxhai autorit që ka deklaruar që ai që do dënoj tani nipin e tij që vrap gjyqtarin do përballet me plumbat. Pra, historia vazhdon. Historia vazhdon, po s'do jetë vetëm ky, se do marrin zemër edhe qytetarë tjerë. Dhe kjo është e dhimbshme. Prandaj shteti duhet të reflektojë dhe duhet të hetojë këtë ngjarje nga gjeneza për gjithë faktorët ku ka dështuar administrata shtetërore, ku ka dështuar institucione shtetërore, ku ka dështuar administrata publike, pushteti gjyqësor. Po nuk u gjet, po nuk u bën një hetim i thellë, dhe po u mbyll dosja, thjesht u dënua personi mbaroi, kemi dështuar, në ndodhi një ngjarje tjetër. Avokat, faleminderit shumë për opinionet. Faleminderit.